Sot shumica e të rinjve, nëse i pyesme pse s'martosh, kam frikë, se pastaj shton obligimet. Unë dua ta e mbaroj fakultetin, dua të mbri karrierë, dua të bëj famë dhe emër, dhe kur ti shifsh i ka kaluar të 30 vjetat, ndërsa ende nuk i bjen në mend që ta zbaton një ligj, një urdhër të Allahut xhelle xhelalu. Nuk i kam kushtet, o vëllai nderuar. Allahu xhelle xhelalu tekstualisht po thot in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Nëse ti e zbaton këtë urdhër të Allahu xhelle xhelalu, Allah merr përsipër me ta shtuar rrezikun. In yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Allahu ka rrezik të gjerë. Allahu është i gjithdijshëm. Nëse jeni të varfër, Allah thot ju pasurojnë, u ashtojmë rrezikun. Rreziku nuk është në dorën e askujt. Rreziku është në dorën e Allahut azza wa jall. E jona mbet me i zbatu urdhat e Allahut te bareke ve teala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shpeshher kur ishte në mesin e të rinjve, ju drejtoshte dhe ju thoshte ya ma'shara ash-shabab, o ju të rinj, o ju që jeni në kulmin e rinisë, men istata'ta minkum al-ba'a falyatazawwaj. Kush prej jush ka mundësi le të martohet. Fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-faraj. Fa in lam tastati' فإن لم يستطيع فعليه بالصوم فإن له وجاء. Tha pejgamberi se o ju të ri, kush ka mundësi të martohet, le të martohet, le të shpejton martesën, sepse e ruan shikimin dhe e ruan nderin e njeriut. Ai i cili nuk ka asnjë mundësi, atë tha pejgamberi alayhis salam, le të agjeron sepse agjerimi e ruan nga haram.